Shëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin ton. Unë jam Klea dhe kjo është një video prezantimi. Jam mami një djali akoma pa bërë 2 vjeç, 21 muajsh. Kemi një faqe në Instagram që quhet Helion Mam dhe tregojmë për ditëshmërinë tonë, dajmë receta të ndryshme, gatuajmë së bashku, tregojmë gjithë rrugtimin ton deri tani pa bërë Helion akoma 2 vjeç. Kanalin në YouTube e hapëm për të folur pak më gjatë. Ka shumë tema të cilat duam të trajtojmë çik më gjatë, ka disa tematika mbi rritjen e fëmijës, ka tematika të ndryshme pafund dhe Instagrami ta kufizon pak këtë gjë. Kështu që vendosim të hapim kanalin në YouTube. Për të gjithë ju që jeni bërë tashmë subscribe në kanalin ton, faleminderit shumë. Të gjithë ju që do bëni, mos harroni të bëni like, comment dhe share këtyre videoje tona. E di që videot për të qenë në YouTube duhet jenë perfekte, por motoja jonë është për mos të qenë perfekte, duhet jemi real. Jemi kaq humoristik të gjithë. Hadi kız güneş kazık. Kapı papi. Mas ele diz que você tá com problema. Chico, mama. Tá ui. Përshëndetje nga një ditë tjetër. Sot jemi zgjuar, kemi ngrënë mëngjesin, pivëm kafe me një shoqen e mamit, edhe tani po ikim të psonisim disa gjëra. Helion, bëja çikja, ja! Është qeni? Po ikim të bëjmë çik pazaret për të bërë drekën sot, sepse sot kemi dhe një super photoshooting për të bërë, për një bashkëpunim që kemi në Instagram. Edhe shifemi në vazhdim, pacim! Sot që nga një super vap në Vlorë, ne vendosëm mos të shkonim në plazh, por bërëm gabimin më të madh. Me vrap në shtëpi duhet se s'bën, sepse shumë diell. Një kështu outfit chic. Kemi veshur të fustanin nga Adidas, si dhe Chanel, edhe Helioni këtu që është gati për gjumë. Është e çuditshme se si Helion është fiksuar me këto biskotat. Helion, shiko? Të pëlqejnë? Është e jotja? Ushje fëmijën, me çfarë të duash, prap do haj si këto biskota. Not sponsorit Baloko. Tani do marrim këtu te frigoriferi. Opa! Marrim ca pula. Ju thash unë juve që do dalë të psonis. Si ngarkohet një mami, edhe karoca, halal, lekët. Ja dhe biri këtu, që ka shumë vap, duke qenë se është shumë vap, po ikim në shtëpi sepse do bëjmë drekën. Ja ku jemi, ju kthyem në shtëpi, jashtë bën super vap, ju betohem, është një vap e tmerrshme. Heliorin e ka zënë gjumi dhe unë taj bëratis drekën shpejt. Në supermarket mora 2 zojsh që Helion i ka shumë qef dhe është kënaqur këtu në Shqipëri. Morëm këto pastat me bruin, bruji i thot Helion makinës, biskotat e preferuara siç e patët në video më përpara që Helion vdes për këto biskota. Këto për mamin kur pa natën vonë. Mora një tërshër, një çaj për Helionin, duke qenë se e ka shumë qef tani dhe ishte shumë vap. Morëm këto pastat
me Mickey Mouse-i, të kosin që e ham në mëngjes. Mora dhe një kos dele duke qenë se është fiksuar me kosin e deles, në pamundësi për ta bërë vetë. E mora dhe është shumë e mira, e ka shumë qef. Këtu kemi banane, karota, mora disa nektarina edhe patate. Tani do të shoj shpejt në përvente, duke qenë se këtë nga rasti që ai flej gjumë, unë do bëj dretën, sepse pastaj kemi një super bashkëpunim për Instagram, por që do shikoni këtu në YouTube nga Elodie Baby, ka lidhje me këto gatimet me gjëra. Kështu që qëndroni aty. Si që thash, do bëjmë pasta për drekë, këto janë pastat e preferuara të Helionit. Vendosëm ujin, do zim këto pasta, duan 7 deri në 9 minuta. E kam të shënuar këtu, është hera e disa që i blej këto. Edhe do bëjmë me pesto, edhe me pana. Shihni për pak. Vërtet mbaroj dreka, ne bërëm pasta, biri i hungry, por po bëjmë gati darkën. Këtu kemi zogun, ngriva një karot, një patate, pasi e skuqja zogun. Tani do ta mbyllim me kapak dhe do ta lëmë të zjej. Hello, përshëndetje nga një ditë tjetër në Vlorë, por që është do ikim për natën. Edhe do i tregoj pas pak se çfarë kemi blerë. Njerëz u nisëm më në fund, u nisëm për në Greqi. Djali është këtu, e ka zënë gjumi, ndërkohë që unë shkova në supermarket, mora ca butolliqe që do ma tregoj në një video, edhe shkuam çik tek furi që morëm disa gjëra për udhës. Edhe tani kemi ndaluar që po bëjmë pak benzinë, edhe do nisemi për Athinë më në fund. Do thonë një sa lumturie që po ikëm për në Athinë. Po sepse kur jeton midis dy vendeve, të merr mendje për të dyja vendet. Edhe jam shumë e lumtur. Është një vap e tmerrshme. Unë gjërat i rregullova dje, në fakt i ndodha që të gjitha gjërat dje. Edhe sot thjesht i vendosëm në makinë edhe kaq. Edhe. Kështu shihemi për pak. Ja dhe rada në takati. Hadi. Po ha njëmi? Ha? Po ha njëmi? Kush eri te Greqia? Ku do vesh ti? Mami. Hello, këtu jemi në Janin, o zot sa bukur. Për mua është hera e parë që vim këtu edhe qënka fantastike. Sa po ngritëm nga kafja. Unë mora një portokall, në fakt nuk e di pse kisha një jetë të tmerrshme për të pirë një portokall, edhe Helion po ashtu, morëm dhe një patate. Edhe të gjitha këto kushtuan, domethënë 2 portokall. Një kafe edhe një patate kushtuan 20 euro. Por që ja vlem për pamjen që është. Tani do ikim me vrap të makina dhe të nisemi për Athinë. O zot sa bukur. Për qa thuaj që me zi pres të vinë Athinë? Ja, për këtë. Për Xixon. Not sponsor, but Xixo duhet të më sponsorizoj mua. Erdhëm në shtëpi dhe çfarë porosisim ne kur vim nga një udhëtim? Normalisht që McDonald's. Përshëndetje nga dita tjetër që kemi ardhur në Athinë. Është drek normalisht, është diku tek ora 3 e ca, edhe ne na bënin një kuletsh për mëngjes, hëngrëm, u kënaqëm, shkuam te nëna pipëm kafen, edhe tani unë do bëj një supë me mish viçi.
për të gjithë neve të mbledhim çik stomakun, t'i rikthehemi rutinës tonë. Kjo ishte videoja jonë e parë për YouTube. Unë ju kërkoj shumë ndjes nëse është pak lëmsh, janë disa ditë bashkë, por premtoj që do vinë video akoma më të bukura. Shpresoj shumë të na suportoni me një like, një koment, një share dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë. Ne ju falenderojmë shumë. Shihemi në video radhës. Paçi!